Teatri Bylis në Fier është kthyer për një mbrëmje në një klinik të mbushur me humor, situata absurde dhe të qeshura pafund. Komedia Klinika e Bukurisë me regji të Andja Xhunga dhe me një kast aktorësh të njohur si Julian Deda, Rudina Dembaçaj, Gent Zenela e të tjerë, ka emocionuar për rreth 1 orë 30 minuta publikun fierak me skenave komike që shkaktonin të qeshura të vazhdueshme në sallë. Në qendër të ngjarjes është një kirurg estetik pa skrupuj, sekretarja e tij mashtruese dhe një doktor i parimesh të cilët krijojnë kaos në një klinik ku bukuria premtohet me ulje dhe pa limite. Ndërsa klientët ekscentrik kërkojnë transformime absurde, një gazetare investigative futet fshehurazi për të zbuluar të vërtetën që fshihet pas kësaj klinike estetike. Shfaqja vjen si një farsë moderne plot keqkuptime, skandale dhe situata të çmendura, ku gjithçka del jashtë kontrollit. Përmes humorit, aktorët ironizojnë rastet ekstreme që ndodhin rëndom në klinikat estetike dhe ndikimin që kanë rrjetet sociale në mënyrën si njerëzit perceptojnë bukurinë. Personazhi është një nga ato personazhe që ne shohim çdo ditë, po themi, i thrasim në shtëpi, na rregulluar ato gjërat. Pra janë ato personazhe që gjithçka bërës, i bëjnë ato. E ke gjithmonë nëpër këmbë një personazh, çdo institucion e ka, çdo, po them, biznes e ka një personazh tillë që e ka aty për ti ashtu për t'i bërë punët. Është një personazh për mua është interesant, unë e kam pëlqyer shumë si personazh që në fillim edhe si thosh se më jep dorë edhe për, po them, për të improvizuar apo për të bërë gjëra që unë kam në kokën time për t'i bërë. Këtu mashtrimi është bërë, si thosh, është bërë sport. Dhe kjo është për të ardhur keq në një vend vogël si Shqipëria, që ka kaq pak banor dhe kaq shumë njihemi me njëri tjetrin, të lodrojnë kaq shumë mashtrime dhe jo vetëm në këtë kohë, po historikisht ne sigur na pëlqen të mashtrohemi dhe shkojmë gjithmonë aty ku ne paguajmë dhe mashtrohemi. Kjo është logjika. Dhe shpresoj që mesazhi është, mesazhi të jetë të çuar te publiku që të gjithkund të hapin syt. Mos i shpenzojnë ato lekë që fitojnë me djesën e ballit, i hedhin kot. Te ca njerëz që mbase janë profesionistë, mbase janë kompetent për gjën e duhur dhe kështu me radhë. Është emocion shumë i madh ardhja në Fier, nuk është hera parë që unë kam një premier në Fier dhe kam shumë kënaqësi gjithmonë. Publiku është shumë mikpritës, mesazhi i shfaqjes është që tani sidomos në kohën e internetit të informohemi sa më mirë në çdo vend ku shërbehet, sidomos shërbime mjekësore etj. Publiku e priti shumë mirë, është një shfaqje që komunikon, është një shfaqje që lajmet për këto lloj zanatesh flasin nëpër media me ndërhyrje të gabuara, me materiale të gabuara, kështu që në Shqipëri është në vendin e vet. Kjo është një shfaqje që mund të rri kudo, po në Shqipëri sidomos me këto që ne lexojmë lart e poshtë nëpër media rri shumë mirë. Publiku fierak e ka duar trokitur gjatë komedin, ndërsa organizatorët bëjnë me dije se Klinika e Bukurisë do të vijojë të shfaqet edhe në ditët në vijim në skenën e Teatrit Bylis për të vazhduar më pas me një tur në disa qytete të vendit.